Ndalimi dhe dobimi i mundshëm i studentit dhe aktivistit Mahmud Khalil ka ndezur debate në Universitetin Columbia. Departamenti i Sigurisë Kombëtare konfirmoi arrestimin e tij të shtunën nën akuza për udhëheqjen e aktiviteteve të lidhura me Hamasin, një organizatë e përsaktuar si terroriste. Administrata Trump e mbrojti masën, duke deklaruar se ajo zbatohet bazuar tek një urdhër ekzekutiv që ndalon antisemitizmin, dhe se është e domosdoshme për të mbrojtur studentët hebrejnë dhe për të garantuar siguri në kampus. Reagimet në kampus janë të përziera. Unë jam në fakt student i huaj nga Izraeli. Kur erdha në fillim, isha i shqetësuar se si do të trajtohem si student izraelit dhe hebre. Mendoj se ky është hapi i parë që qeveria po ndërmerr për t'i thënë Universitetit Columbia se kjo duhet të ndalet, thot studenti Michael Dumb. Mendoj se kjo krijon shumë pasiguri dhe një lloj frike për universitetin. Njerëzit janë të shqetësuar për ato që shkruajnë në emaile, për ato që po studiojnë, madje edhe për diskutimet që po zhvillohen në klasa. Njerëzit po mendojnë 2 herë para se të flasin, thot studenti Bardia Rahmani. Mbështetësit argumentojnë se veprimet e administratës Trump janë të domosdoshme për të trajtuar shqetësimet në rritje mbi antisemitizmin dhe garantimin e sigurisë të gjithë studentëve. Unë sigurisht i përshëndes dhe jam mirënjohës për veprimet e administratës Trump, pas më shumë se një viti ngacmimesh dhe dhune të vazhdueshme në kampuset dhe rrugët e qytetit. Më në fund, administrata po vepron, duke respektuar ligjin, duke bërë shumë të qartë se shtetasit e huaj që mbështesin terrorizmin dhe përkrajnë aktivitete terroriste nuk kanë vend në Shtetet e Bashkuara, thot Lil Leibovit nga Instituti Hudson. Jo të gjithë janë dakord. Protestat e fundit në Universitetin Columbia pasqyrojnë shqetësimet në rritje se masat e administratës mund të cenojnë të drejtat dhe liritë themelore. Mendoj se shtypja e zërave protestues ndaj luftës në Gazë dhe politikave të Izraelit në emër të ruajtjes së sigurisë për hebrejt është thellësisht e gabuar dhe po përdoret si një mjet për të shtypur fjalën tonë më gjerësisht, thot profesorja në Universitetin Fordham, Barat Elman. Mesazhi ynë për administratën Trump është se ne nuk do të heshtim. Amendamenti i parë i kushtetutës ende është gjallë. Banorët me leje të përhershme qëndrimi, si banorët e tjerë amerikanë, gëzojnë të drejtën e lirisë së fjalës. Nuk mund të arrestohen dhe dëbohen për shkak se kanë shprehur pikpamjet e tyre me të cilat presidenti nuk pajtohet, thot Donald Lieberman, nga Unioni të Drejtave Civile në New York. Ndërkohë, disa udhëheqës politik mbështesin fuqishëm qëndrimin e administratës mbi sigurinë në kampuse. Nëse jeni në Amerikë me vizë studentore, me ambicje për të bërë një terrorist i ri, që dëshiron të lëndojë kolegët hebrejnë të klasës, ju do të dërgoheni në shtëpi. Mendoj se populli amerikan e kupton dhe po e mbështet këtë. Më vjen mirë që kemi një president që është i fortë për të vendosur ligjin, thot Mike Johnson, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve. Ndërsa ankesat ligjore vazhdojnë, rezultati final në këtë rast mund të krijojë një precedent tek mënyra se si universitetet dhe qeveria balancojnë sigurinë në kampuse me mbrojtjen e fjalës së lirë dhe lirisë akademike.